të nisi protest tjetër. Protest përballë Edi Ramës, i cili duhet dorëhiqet. Kreu i lëvizjes Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, ka folur për protestën që nisi mbrëmjen e djeshme, ku doli i vetëm përballë kryeministrisë. Në një intervistë për News 24, Lapaj u shpreh se protesta po merr përmas më të gjerë, ndërsa sot janë shtuar qytetarët që janë bashkuar kauzës së tij. Lapaj gjithashtu theksoi se Rama ka ushtruar presion të vazhdueshëm ndaj gjyqësorit, duke tentuar të ndikojë në vendimet e drejtësisë. Dje ishte 8 dhjetor dhe ju jeni dëshmitar me të gjithë çfarë ka ndodhur me zëvendës kryeministrin, ndërsa kryeministri kaloi nga përgjegjësia individuale te ajo kolektive. Gjërat në Shqipëri nuk janë mirë. Të rinjt duhet të reagojnë. Por pash që nuk ndodhi asgjë dhe më erdhi në mendje reagimi që mund të bëjë një njeri që në dorë ka vetëm veten e vet. Por dola për të protestuar, nga dje deri sot njerëzit po shtohen. Dje hyra vetëm, sonte në darkë hyn 9 të tjerë që do vazhdojnë pa afat, tha ai.